Kryetari i Bashkisë së Peshkopis, Ilir Krosi, është kallëzuar penalisht për shpërdorim detyre nga Inspektorati Kombëtar i Mbrojtjes së Territorit. Ai sipas inspektoratit nuk ka vepruar sipas ligjit për të ndaluar punimet e kundraligjshme që janë kryer në territorin e Bashkisë së Peshkopis. Bashkë me të, për të njëjtën akuzë janë kallëzuar edhe kryeinspektori aktual i Inspektoratit të Mbrojtjes së Territorit të Bashkisë Peshkopi, Gafur Gazidete, si dhe ish kryeinspektorët Halil Zhuka e Edi Laver Drizi. IMTK thotë se janë konstatuar së paku 7 raste kur ata nuk kanë vepruar, por nuk jep detaje për asnjërin prej tyre. Kryebashkiaku Krosi, i zgjedhur 3 herë si kandidat i Partisë Demokratike, thotë se akuzat nuk qëndrojnë dhe se kjo është një luftë politike për ta asgjësuar atë para zgjedhjeve vendore të 21 qershorit. Ka të bëjë me disa vëllai, me disa shtesa të vogla që kanë shkaktuar më shumë probleme sociale mes komshive, ndonjë shtesë ose ndonjë element jashtë lejes së ndërtimit për objekte që kanë qenë në vazhdim me sipër ose të papërfunduara. Jam në mandatin e tretë sekretari i Bashkisë Peshkopi dhe jam një kandidat potencial për mandat tjetër për Bashkinë Dibër, tashmë me hartën e re territoriale. Por kjo nuk i pëlqen dikujt. Më vjen keq që përplasjet dhe lufta politike po shkon, po degeneron në këtë aspekt kur persona të caktuar, grupime të caktuara përpiqen të eliminojnë kundërshtarë nëpërmjet procedurave si në kohën e sigurimit të shtetit. Bashkë me kallëzimin penal, Inspektorati i Mbrojtjes së Territorit ka kërkuar edhe pezullimin nga detyra të kryetarit të bashkisë dhe të kryeinspektorit të Bashkisë së Peshkopis.